Ka patur një episod që mbeti pak si pasqaruar apo mbase jo plotësisht i sqaruar, kur ka patur një tentativë për të sulmuar familjarët të tut, ambientet e familjes. Unë nuk jam gjendur në momentin që ka ndodhur ngjarja në banesën e prindërve të mi. Atë natë në banesë kanë qenë 2 vajzat e mia, babi dhe mami, ka qenë vllai im i vetëm, dhe kemi pasur edhe 2 miq të familjes, një çift bashkëshortësh. Unë fakt isha larguar pak më herët për shkak se kishte shumë njerëz dhe isha larguar. Një person i armatosur me Kalashnikov shkon dhe qëllon mbi fasadën e banesës së prindërve të mi. Sigurisht që është ngjarja më tronditëse në jetën time. Jam e bindur që ajo ka ndodhur për shkak të profesionit tim. Familja ime nuk ka asnjë problematik të asnjë lloji natyre. Kam dëgjuar pas kësaj ngjarje teori konspirative, përpjekje për të mbaltosur, përpjekje për të Po kush qëlloi mbi banesë? Unë kam patur dyshimet e mia dhe i kam bërë prezente në prokurori. Nuk ka autorsi. Akoma nuk ka një autor. Përket autoriteteve. Ti e di kush ka që mendon që e di? Po, unë mendoj që e di dhe i kam informuar autoritetet. Mund ta thuash? Ata e kanë të qartë dhe nuk besoj që mund të jem unë personi që mund të interferoj, por e kanë të qartë autoritetet. Për të ndjekur videon e plot në YouTube dhe shumë të tjera, bëni subscribe në kanalin Blacklight Media.